kujdes, sepse vërtet mund të mos kesh shtuar fare në peshë as gjysmë kilogrami, por mund të kesh grumbulluar një djam të rrezikshëm që është problemi kryesor për zhvillimin e sëmundjeve metabolike, insulinorezistenca, diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, një djam i fshehur që as vetë nuk e kupton kur e grumbullon. Është shumë e rëndësishme sepse ky djam që ndodhet shumë afër organeve tona, poshtë zonës abdominale, djami visceral, është metabolikisht aktiv. Ai shliron jo vetëm citokina, jo vetëm molekula proinflamatore që rrisin inflamacionin dhe dim që është i rrezikshëm, por gjithashtu dhe acidet të lira yndyrore. Çfarë ndodh me këto acide të lira yndyrore, pse janë problem dhe si çojnë drejt insulinorezistencës, drejt shtimit në peshë dhe drejt sëmundjeve më të si diabeti dhe sëmundjet kardiovaskulare. Në fillim unë dua të shpjegoj çfarë është më saktë djami visceral dhe çfarë dallon atë nga djami tjetër që është djami subkutan që gjendet poshtë lëkurës tonë. Pra djami subkutan është ai që ne prekim, që ne ndjejmë, ndërsa djami visceral i fshehur poshtë zonës abdominale rreth organeve tona është ai djam që është i rrezikshëm, çliron, siç e përmenda, acide të lira yndyrore. Dhe çfarë janë këto acide të lira yndyrore? Në momentin kur ne kemi konsumuar një vakt ushqimor, insulina rritet insulina, pra çlirohet nga pankreasi dhe jep sinjalin indi djamor që stop me rezervat e tua të energjisë, sepse rezervat e energjisë, pra ky indi djamor çliron nëpërmjet një procesi që quhet lipolizë acidet të lira yndyrore, të cilat mund të përdoren për energji. Por në rastin e energjisë nga ushqimi ne nuk kemi nevojë për këto acide të lira yndyrore sepse kemi energji nga jashtë. Dhe indi subkutan, djamoru subkutan i përgjigjet këtij mesazhi nga insulina dhe nuk prodhon me acide të lira yndyrore, por indi djamor visceral, ai fshehur rreth organeve tona, vazhdon të çlirojë acide të lira yndyrore, të cilat bëjnë rrezik sepse nëpërmjet qarkullimit portal shkojnë në mëlçi. Dhe çfarë ndodh në mëlçi? Duke shkuar në mëlçi, duke u ndodhur ky proces vazhdimisht, ato bëjnë që receptorët e insulinës në mëlçi të jenë më pak rezistent ndaj insulinës, lidhen më pak me insulinën dhe çfarë bën kjo? Që insulina të dëgjojë një mesazh më të dobët, që mëlçia të dëgjojë një mesazh më të dobët nga insulina, sepse insulina i dërgon mesazh edhe mëlçisë. Mesazhi kryesor i insulinës në mëlçi është stop, mos prodho më shumë glukozë sepse ka energji, ka ardhur energji nga ushqimi. Dhe në këtë formë mëlçia duke mos e dëgjuar sepse nuk është aq sensitive, vazhdon të prodhojë glukozë. Rritet glukoza, çfarë bën pankreasi? Në këtë moment pankreasi fillon të prodhojë më shumë insulinë. Prodhohet më shumë insulin, një rritje ndjeshme e insulinës sjell dhe një rënje shumë të ndjeshme, shumë të shpejtë të glukozës. Sa më shumë të rritet insulina dhe sa më shpejt, aq më shumë bie niveli i glukozës në gjak. Dhe ne na bën të ndjejmë më pa energji, kemi dëshirë për të konsumuar akoma më shumë ushqim dhe sidomos ushqim të pashëndetshëm. Dhe fillojmë të konsumojmë më shumë dhe jemi futur në këtë formë në një rrjet vicioz. Një rrjet vicioz që e përkeson gjendjen e rezistencës hepatike, pra të mëlçisë ndaj insulinës dhe nuk mbetet më problemi vetëm në mëlçi. Por çfarë ndodh? Vazhdojmë të konsumojmë, vazhdojmë të shtojmë peshë. Kjo çon në prodhimin akoma më shumë të insulinës, rritet akoma më shumë indi visceral djamor rreth organeve tona, vazhdojnë akoma më shumë ky komunikimi me mëlçin, pra jemi futur në një insulinorezistencë jo vetëm të mëlçisë, por edhe të organeve të tjera. Dhe shumë rrezik bëhet truri, sepse fillon të bëhet truri rezistent ndaj insulinës. Këtu pastaj kemi hyrë në një problem akoma më të madh, sepse çfarë ndodh? Insulina gjithashtu i çon një mesazh trurit. Një nga këto mesazhe është ai i ngopjes që ka mjaftueshëm energji, stop. Por në momentin që ai është rezistent ndaj insulinës, truri nuk e merr këtë mesazh mjaftueshëm dhe kemi akoma më shumë uri. Pra jemi futur në një rreth shumë të rrezikshëm, pra na ndodh shpesh që konsumojmë ushqim, ndihemi të lodhur, ndihemi që kemi të pangopur. Një gjë tjetër që është shumë problematike është që një mesazh tjetër që truri, që insulina pra jep trurit dhe truri përgjigjet është për sa i përket koordinimit të rezervave të energjisë. Pra ku do të vendoset ky djam, ku do të depozitohet ky djam. Dhe ajo që ndodhe që është vënë re është që kur truri është rezistent ndaj insulinës, djami në përgjithësi vendoset akoma më shumë në zonën pra abdominale, pra afër organeve tona, pra rritet akoma më shumë depozita e djamit visceral. Prandaj
në këtë lloj forme, duke përfshirë edhe trurin si një organ rezistent ndaj insulinës, ne kemi hyrë pra në një rrugë drejt jo vetëm obezitetit, por dhe diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare, sepse shtimi në peshë, dhjami visceral, insulinorezistenca e mëlçisë, organeve të tjera e trurit, fillon të rriten yndyrnat, ka një rritje të triglicerideve, pra të yndyrnave, ka një rritje të sheqerit, sepse fillojmë të bëhemi rezistent ndaj insulinës, fillon diabeti dhe më pas, siç dihet, edhe sëmundjet kardiovaskulare që lidhen jo vetëm me diabetin, por dhe me rritjen e yndyrnave. Prandaj duhet të kemi kujdes për të përcaktuar, për të dalluar në qoftë se ne kemi apo jo dhjam visceral, sepse shpeshherë peshorja nuk na e tregon diçka të tillë. Në videon e radhës unë do shpjegoj si mund të dallojmë nëse kemi dhjam visceral, si mund ta matim dhe ta përcaktojmë atë dhe çfarë duhet të bëjmë për ta ulur.